Dhe me thonë se me keni hu brandin edhe ashtu. Përfundojnë, me këto dyjat përfundojnë replikat e të regova regullin që është. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, na jena mësu që me ndëgju këtë mashtrusin që e kam këtu, po shpresoj fort që dhe ju keni fillu me kuptu mirë mashtrimin e ti. Ky ka qef me këtë regu pralla dhe me lu me fjallë, tha, do të mjavnal paret lehonav e për me subvencionu çmimin e naftës. Unë pjafroj një zgjidhje shumë konkrete mbi bazën e premtimeve që ky mashtrusi këtu e ka dhënë kur është kandidu për kryeministër. Kryeministër s'ki nevojë as mi javnal paret lehonave, as pensionerve, as studenta, as kërkuj heq, veç zvoglu kabinetin qeveritar, bane me 12 ministri, që ashtu që ke premtu, dalin pare bëllë për me subvencionu naftartë. I ke bo kabinetin me 20 ministri si me konë Kosova kinë. Për me orën pushtet, ke rajt, ke mashtru, ke thonë Kosovës nuk i vynë ma shumë se 12 ministri. Pse i ke bo 20 ministri? Zvoglu, këthejnë 12 që shë ke dhonë premtimin, qato mjete që i kursen për e këtyne 8 ministrive, dalin mjaftushëm me i subvencionu naftartë. Besoj kjo mjafton sa për replik dhe dil, arsyeto pse i ke bo 20 ministri dhe sot se ki as një këtu. Sa jo përket deputetve të vetëvendosjes që nuk janë këtu, ata s'ka nevoj me orën, se kam babën këtu. Ves më suan kohaj që s'ka mundësi debatit, edhe deputetit keni këtu, edhe kryeministrin, edhe ministrin e linjes, replika po thojse në pafundësi, bele që tash sot mos o ankoj. Me besën e përmbyllim ciklin e replikave dhe më pastaj ka fjalën kryeministri. Faleminderit nën kryetar, kolegë nderuam, për një qeveri që pretendon se nuk bën zgjidhje të shpejta dhe pretendon fokus në zgjidhje afatgjate, ju lutem kryeministër na sqaroni logjikën e asaj se si e kaluat me procedurë të shpejtë buxhetin e shtetit me probleme të rënda, duke përfshi buxhetin komplet, duke munguar për ministritë e reja që krijuat, e pa asnjë projektim të ri, të patrashëguar tashmë prej administratave tjera në sektorin më vital, ato të sigurisë dhe mbrojtjes. Madje edhe amandamentet për sigurimet shëndetësore dhe jetësore për të gjithë ata që shërbejnë në sektorin e sigurisë duke përfshi edhe ushtrinë, policinë, AKI-n, zjarrfiksat, nuk i kaluat gjë që i kishte ndihmu në fakt 16.500 djemve vajzave që shkojnë mi shërby këtij vendi në baza ditore.